Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Evropë për kokë banori pas Moldavisë. Raporti i fundit i World Atlas e vendos Republikën më keq edhe se Ukraina, ndonse në luftë. Kjo faqe përdor të dhënat e fundit monetar ndërkombëtar që bazohen në të ardhurat për kokë banori dhe fuqinë blerëse. Nga Aleanca Kosovare për Biznes fajsojnë krizën politike, zgjedhjet e shpeshta dhe jo vetëm. Vetëm Shqipëri mbi 700 milion euro ka shku stok investimet kosovarëve. Dhe gjithë këto e ka bërë që Kosova është duke u zbrasur nga vetë qytetarët e vetë, nga vetë bizneset. Jo vetëm të papunët, por ata që kanë kapital. Dhe gjithë kjo krijon varfëri. Ekonomistët vëngjishtin edhe të fajtor tjerë, që sipas tyre kanë shkaktuar krizën ekonomike. Energjia, dhe me thënë, në vitin e kaluar sidomos mungesë të institucionet parlamentit, zëreje që i raporton, si regulator që i raporton kuvendit, ka qenë pambikëqyrës, ka marrë disa herë vendime që ka ngritur çmimin e energjisë elektrike, ka marrë vendime që ka vërtesuar jetën e konsumatorët, jetën e ekonomisë familjare, që kanë ndikuar edhe në rritjen e inflacionit vazhdimisht. Shënjestër ka kontaktuar me zëdhënësin e qeverisë, Arlind Mandxuka, për ta pyetur lidhur me raportin dhe masat që ka ndërmarrë ekzekutivi për zbutjen e situatës, por deri në publikimin e storjes nuk ka kthyer përgjigje. Ministri në detyrë i financave, Hekuran Murati, në anën tjetër, deklaroi të hënën se Kosova tashmë ka kaluar Moldavinë në tabelën e varfërisë, diçka që të dhënat e FMN-s e thonë të kundërtën. Vendi i Evropës Lindore ka mbetur vazhdimisht më poshtë se Republika më e re në renditjen e të ardhurave për kokë banori të bazuara në fuqinë blerëse. Shënjestër.net